Në tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizëm shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional, për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plot të qeverisë së Republikës së Kosovës për çdo që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim. Kjo nuk ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre.